Territori shqiptar për datën 16 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë mod kryesisht të vrenjtur dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të shoqërohet me vranësira dhe rreshje shiu në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja vijon me mod të vrenjtur dhe rreshje të herë pas hershme në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell, kryesisht në zonat lindore dhe juglindore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 16 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 16 janar do të jetë rreth orës 6:57 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:44 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 7 deri në 10 gradë Celsius. Kukës 3 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 13 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 13 gradë Celsius. Bera 7 deri në 14 gradë Celsius. Korçë 2 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 9 deri në 13 gradë Celsius.